Në dukje, energjia elektrike është një shërbim i zakonshëm, ndizet, fiket dhe pakush mendon më tej, por realiteti është më delikat dhe inteligjenca artificiale po pohon një pasojë të padëshiruar që mund të prek çdo shtëpi dhe çdo pajisje. Ajo po shkatërron cilësinë e energjisë elektrike. Në Amerikën e Veriut, energjia ideale është një valë sinusje e qetë me frekuencë 60 Hz, një ritëm i qëndrueshëm që mban frigoriferët, lavatricet dhe pajisjet elektronike të funksionojnë pa probleme, por pranë qendrave të mëdha të dhënave, kjo valë po deformohet. Harmonikët dhe shtrembërimet e energjisë kalojnë kufirin e pranueshëm prej 8%, duke vendosur në rrezik funksionimin normal të pajisjeve shtëpiake. Frigoriferi juaj mund të duket i thjeshtë, por motori i tij që mban kompresorin në lëvizje është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj këtyre ndryshimeve. Kur energjia nuk është e qëndrueshme, motori dridhet, krijon zhurma të pazakonta dhe konsum mekanik të tepruar. Kjo nuk është thjesht bezdi, është stres mekanik që shkurton jetën e pajisjes dhe rrit shpenzimet tuaja. E njëjta gjë vlen për çdo motor apo pajisje elektronike që kërkon rrymë të pastër, nga lavatricet tek kompjuterët, nga kondicionerët tek sistemet e sigurisë. Burimi i këtij fenomeni nuk është konsum normal, por qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale. Këto fortesa digjitale të mbushura me servera dhe GPU të fuqishëm nuk janë thjesht depozitues të informacionit, ata ekzekutojnë miliarda llogaritje në sekond, duke konsumuar energji në mënyrë intensive dhe të paqëndrueshme. Një GPU e avancuar si Nvidia H100 mund të konsumojë deri në 700 W në pikë të lartë dhe një qendër që përdor dhjetra mijëra të tilla arrin të përdorë energjinë sa një qytet i vogël. Kur të dhënat llogariten dhe trajnohen, modelet gjigante, shpërthimet e kërkesës bëhen të paparashikueshme, duke destabilizuar rrjetin elektrik. Problemi nuk është vetëm sa energji përdor inteligjenca artificiale, por edhe mënyra se si e përdor. Ndërsa qendrat tradicionale të dhënave optimizojnë për përdorim të qëndrueshëm dhe të shpërndar, qendrat e inteligjencës artificiale krijojnë kulme të kërkesës brenda sekondash. Çdo valë e papritur mund të shkaktojë rënje tensioni, humbje të frekuencës dhe dëmtime të pajisjeve kritike. Në korrik 2024, një incident në Virginia e Veriut, ku ndodhet një nga klasat më të mëdha të qendrave të dhënave në botë, tregoi sa i brisht është rrjeti. Një rrufë e pritës u dështua duke shkaktuar një rënje të tensionit dhe një seri shpërthimesh që pothuajse çuan në një kolaps lokal. Nëse kjo do të ndodhte pranë një qendre të inteligjencës artificiale, pasojat mund të ishin katastrofike. Sfidat e inteligjencës artificiale nuk përfundojnë me energjinë, qendrat kërkojnë hapësirë masive, ujin për ftohje dhe akses të drejtë për drejtë në rrjet. Në zona si Elliot Road në Arizona, kompanitë si Apple kanë ndërtuar qendra të mëdha duke përfituar nga toka e lirë, energjia e pastër dhe fuqia punëtore e afërt. Ky zhvillim është strategjik. Sa më i afërt një qendër tek përdoruesi, aq më pak kohë humbet informacioni në rrugë, por kërkesat për energji rriten në mënyrë eksponenciale. Në të gjithë Shtetet e Bashkuara, rreth 5000 qendra të dhënash konsumojnë tashmë 4% të energjisë kombëtare dhe parashikimet tregojnë se kjo do të rritet më shumë se 2 fish deri në 2030. Madje edhe kompani gjigante si Microsoft, Amazon dhe Google po krijojnë burime të dedikuara energjie për të përballuar kërkesat e inteligjencës artificiale, duke përfshirë reaktor modular dhe bateri gjigante. Megjithatë, shumë qendra të tjera janë të lidhura me rrjetin kombëtar dhe gjithë kjo tregon një realitet shqetësues. Inteligjenca artificiale do të rrisë në mënyrë dramatike kërkesën globale për energji dhe do të ushtrojë presion të madh mbi rrjetin, me pasoja efektet klimatike që nuk mund të injorohen. Por, jo të gjitha lajmet janë të këqija. Përfitimet nga kjo krizë e re mund të jenë transformuese. Nevojat e inteligjencës artificiale për energji të qëndrueshme po shtyjnë investime të reja në rrjet, duke përfshirë bateri të mëdha, linja transmetimi të gjata dhe sisteme fleksibël që mund të integrojnë më mirë burime të rinovueshme si dielli dhe era. Në një farë mënyre, presioni i inteligjencës artificiale mund të jetë katalizatori që bën rrjetin më inteligjent dhe më i aftë për të përballuar sfidat e së ardhmes.
Ndërsa sfidat e qendrave të dhënave të inteligjencës artificiale vazhdojnë, është e qartë se ky është vetëm fillimi i një revolucioni të energjisë dhe teknologjisë. Çdo kompjuter, çdo server dhe çdo GPU që ekzekutohet afër shtëpisë suaj ka një efekt të dukshëm mbi energjinë që përdorni çdo ditë. Ky fenomen nuk është i dukshëm për syrin e zakonshëm, por për industrinë, për inxhinierët e rrjetit dhe për qytetarët që vënë zhurmat e pajisjeve të tyre, është një realitet i paevitueshëm. Inteligjenca artificiale po transformon mënyrën se si përdorim dhe përjetojmë energjinë elektrike. Në këtë peizazh të ri, pyetja nuk është vetëm se çfarë mund të bëjë inteligjenca artificiale, por edhe se si ne do të përshtatemi me pasojat e saj. Qendra të reja të dhënave, arritja e kërkesës për energji, degradimi i pajisjeve shtëpiake dhe transformimi i rrjetit elektrik janë të lidhura ngushtë, dhe ndërsa teknologjia vazhdon të rritet me shpejtësi të papërshkrueshme, ne duhet të kuptojmë që ardhmja e energjisë nuk është më e thjeshtë, por një betejë mes inovacionit dhe stabilitetit, mes zhvillimit dhe qëndrueshmërisë. Inteligjenca artificiale ka përparuar më shumë në 10 vitet e fundit se sa shumica e teknologjive të tjera gjatë shekujve, por çdo avancim vjen me koston e vet. Ajo po sfidon rrjetin elektrik, po rrit tensionin mbi pajisjet shtëpiake dhe po krijon nevojën për një infrastrukturë më të fortë, më fleksibël dhe më të zgjuar. Në këtë betejë, konsumatori i zakonshëm ndjen pasojat në heshtje. Frigoriferët bëjnë më shumë zhurmë, kompjuterët ngadalsojnë dhe faturat e energjisë mund të rriten, ndërsa botkuptimi ynë i energjisë po ndryshon. Është thelbësore të kuptojmë një të vërtetë të thjeshtë. Çdo hap drejt inteligjencës artificiale kërkon një hap drejt transformimit të rrjetit elektrik. Pa përgatitje, pa investim dhe pa planifikim të mençur, risqet mund të jenë të mëdha, por me strategji të zgjuar, kjo krizë e re mund të kthehet në mundësi, duke krijuar rrjetin e ardhshëm, një rrjet që mund të përballojë kërkesat e teknologjisë dhe të sigurojë energji të pastër dhe të qëndrueshme për të gjithë. Ky është momenti kur inovacioni takohet me realitetin fizik. Për të gjithë përdoruesit e zakonshëm, inteligjenca artificiale mund të duket si diçka larg, një teknologji abstrakte që funksionon në cloud, por çdo modul që punon, çdo server që ekzekuton një llogaritje, ndikon drejt për drejt në valët e energjisë që furnizojnë shtëpinë tuaj, dhe ndërsa kërkesa për inteligjencën artificiale rritet, gjithashtu rritet edhe nevoja për rrjete më të forta, më të ndjeshme dhe më inteligjente. Në fund të fundit, inteligjenca artificiale nuk është vetëm një revolucion digital, ajo është një revolucion energjetik, një pajisje për të menduar për mënyrën se si prodhojmë, transmetojmë dhe konsumojmë energjinë elektrike, nga zhurma e frigoriferit te kolapsi i rrjetit. Në një rajon të tërë, pasojat janë të prekshme, por nëse do të menaxhohen me kujdes, këto pasoja mund të kthehen në mundësi për një rrjet më të fortë dhe një të ardhme më të qëndrueshme.